Pas një hetimi për ndërtimet pa leje në zonën bregdetare të Sarandës, prokuroria e këtij qyteti ka lëshuar 12 masa sigurie mes tyre biznesmen dhe efektiv policie. Hetuesit kanë arritur të kapin pronarin e hotelit Oasis dhe 2 efektiv që janë vendosur në mas arrest në burg, po ashtu shefi i sektorit të krimeve në Volum do të qëndrojë izoluar në shtëpi. Ata akuzohen se kanë shpërdoruar detyrën pasi nuk kanë raportuar apo kanë lejuar ndërtimin e disa objekteve në zonën bregdetare të Sarandës. Dyshimet janë se gjithë këto janë bërë kundrejt rishfetit që janë dhënë nga pronarët e objekteve. Në njoftimin për media të shpërndar këtë të martë, mësohet se po punohet për ekzekutimin dhe të 8 masave të tjera të caktuara pasi nuk kanë arritur të kapin në natë më parë. Hetimi i këtij procedimi nisi me datën 16 maj ku ndalua shefi i komisariatit Gëzim Bashtllari bashkë me 3 efektiv të tjerë pasi kishte dyshime se kishin favorizuar ndërtimet e një beach bari në zonë. Për këtë rast, AMP-ja nisi hetimet me metoda speciale ndërsa provat e marri paraqitin në gjykatë. Kjo e fundit me datën 19 maj vendosi lënien në burg për një afat 30 ditor të Gëzim Bashtllari dhe kolegut të tij, ndërsa mbyllin në shtëpi të 2 efektive të tjerë.